Mirëmbrëma gjithëve, jemi si çdo të diel këtu në Ekozonë në Vision Plus për të njohur me zhvillimet kryesore ekonomike të javës. Qeveria miratoi gjatë kësaj jave bonusin e pensionistëve për 740.000 të tillë dhe sikundër e kemi thënë dhe më parë, ky bonus është i diferencuar 10.000 dhe 15.000 lekë. Shpërndarja e tij nis në muajin dhjetor dhe mund të tërhiqet deri në qershor të vitit 2026. Ndërkohë, një nga ndryshimet që sjell paketa fiskale për vitin e ardhshëm është edhe rivlerësimi, i cili do të jetë me një tatim të korrigjuar, por të unifikuar në 5%, si për objektet shtëpibanimi, ashtu edhe për bizneset. Ndërkohë, agjentët e tregut kërkojnë që ky tatim të jetë i diferencuar. Instituti Statistikave ka konfirmuar se numri i lejeve të ndërtimit në tremujorin e tretë ka shënuar një rënje duke arritur në 289 të tilla, por ndërkohë kemi një rritje të sipërfaqes së ndërtimit e cila ka arritur në 350.000 metra katror. Ndërkohë, shoqata e bankave ka kundërshtuar kufirin e vendosur nga qeveria që pagesat me para në dorë të bëra nga individët të mos jenë në 500.000 lekë pra sikundër ka përcaktuar ministria, por ato të ulen në 50 deri në 60.000 lekë, pasi kështu mund të nxitet më tej ekonomia. Ndërkohë në emisionin e sotëm do të ndalemi ke një nga ndryshimet e radhës, pra sikundër kemi bërë gjithë këto emisionet e fundit që të muajit nëntor, kemi ofruar ndryshimet pra të paketës fiskale dhe një prej këtyre ndryshimeve në vitin 2026 është edhe rivlerësimi i pasurive të patundshme, një proces i cili në fakt është i shumë pritur për qindra dhe mijëra banor të cilët duan ta sjellin pronën e tyre në vlerën e tregut. Ndërkohë që real estate pra është edhe një nga sektorët që ka psuar një rritje që nga viti 2020 deri tani është një nga 3 sektorët që po udhëheq rritjen ekonomike, ndaj dhe procesi i rivlerësimit është i rëndësishëm. Por nga viti i ardhshëm, nga janari kur do të nisë ky proces, norma e tatimit që do të aplikohet do të jetë 5%. Është në fakt norma më e lartë e tatimit e aplikuar në të gjitha fushatat e ndërmarra deri më tani nga qeveria shqiptare. Por paralelisht me këtë, pse është i rëndësishëm procesi i rivlerësimit? Ose më saktë, rivlerësimet ndër vite kanë pasur një ecuri pozitive dhe në vitin 2020 deri në 2022, pra se qëndroi e hapur thirrja e fundit për gati 2 vjet, kemi patur një numër total të pasurive të rivlerësuara në afro 113.000 pasuri në të gjithë vendin. Por pse është i rëndësishëm procesi i rivlerësimit? Në fakt, aktualisht, sot nëse duam të shesim një pronë, tatimi që aplikohet është 15%. Por çfarë do të thotë të rivlerësosh pronën? Kemi marrë një shembull, nëse një banesë në vitin 2019 ka patur një vlerë 90.000 euro, ndërsa sot në 2025 kjo vlerë është në 150.000 euro, nëse do të shitet sot një pronë e tillë, qytetari do duhet të paguajë në shtet 9.000 euro tatim. Por nëse ky tatim do të korrigjohet me 5% sikundër është parashikuar rivlerësimi, tatimi që duhet të paguaj individi në buxhetin e shtetit me një tatim të korrigjuar do të jetë vetëm 3.000 euro, duke bërë që të kursehen 6.000 euro në total. Por kush janë ata që kanë më shumë interes nga procesi i rivlerësimit? Rivlerësimin duhet ta bëjnë vetëm ata që kanë interes për ta rishitur pronën e tyre, pra ata që duan ta trashëgojnë apo që duan ta dhurojnë. Por ndërkohë interes kanë edhe ato biznese që i kanë pronat e biznesit të tyre, pra me një çmim më të ulët se tregu në pasqyrat e tyre financiare. Ne do të analizojmë në emisionin e sotëm procesin e rivlerësimit që është i shumë pritur nga qytetarët. Pse agjentët e tregut kanë bërë disa propozime për një afat më të gjatë se një vit nga çfarë ka parashikuar qeveria, por dhe pse kërkojnë një tatim të diferencuar mes rivlerësimit për shtëpibanimi dhe për bizneset. Për të gjitha këto na ndiqni në emisionin e sotëm. Përpara se paketa fiskale dhe konkretisht ligji për rivlerësimin të miratohet nen për nen në Kuvendin e Shqipërisë, shoqata e agjentëve të pasurive të patundshme ka bërë edhe disa propozime se si ky proces mund të jetë më i mirë dhe me shumë dobi, si për qytetarët ashtu edhe për buxhetin e shtetit. Do të analizojmë konkretisht propozimet e bëra nga shoqata Anarea me të ftuarin tim në këtë intervistë që është Reinaldo Pipiria, drejtori ekzekutiv i kësaj shoqate. Përshëndetje Reinaldo dhe faleminderit për këtë intervistë. Përshëndetje, kënaqësi përsëri me ju. Në fakt, ju ndoqa në propozimet që ju bët gjatë Komisionit Parlamentar të Ekonomisë lidhur me disa propozime pra që bët se si mund të përmirësohet më mirë procesi i rivlerësimit. E nisim njerë me faktin që kërkoni një afat edhe më të gjatë për sa i përket këtij procesi. Pra, qeveria ka parashikuar që të jetë nga janari deri në dhjetor 2026.
Nuk mjafton një vit për të ofruar për të kryer këtë proces? E vërteta është që ne kishim kërkuar që të zgjatej si afat, kështu që është lajm i mirë që pjesërisht jemi dëgjuar për zgjatjen e afatit, ndërkohë që kishim kërkuar që të ketë të paktën një 6 mujor ekstra. Pra, përveç se versionet e parë që ishte janar me 30 shtator të 2026-s, kishim kërkuar të shkojë deri në fund 2026-s, por pas 2026-s të ketë të paktën një 6 mujor ekstra për të lejuar ASHK-n për të përpunuar të gjitha aplikimet dhe për të lejuar qytetarët që të mund të kryejnë pagesat e faturave. Ne besojmë që për një vit do të jetë vështirë për të trajtuar të gjithë aplikimet të cilat do të futen në ASHK, duke prezumuar, duke menduar që kjo është rasti i fundit kur shqiptarët, ashtu siç kryeministri ka deklaruar, është rasti i fundit kur shqiptarët do të kenë mundësi të rivlerësojnë pasurinë e tyre paluajshme me një normë tatimi të korrigjuar. Pra nga 15% në 5 sot qeveria, në 3 jemi duke përpjekur ne për të bindur ekzekutimin, sepse është një shembull i treguar që ka funksionuar. Kështu që në këtë një vit ne vlerësojmë që duhet të ketë të paktën rreth 500.000 banesa të shqiptarëve të cilët janë subjekti i rivlerësimit, janë potencial për rivlerësim. Kapacitetet në të shkuara nga treguar që kapacitetet e ASHK-s janë 30-35.000. Nëse ne do kemi një numër më të lartë, 30-35.000 përpunohen ose ka kapacitet kadastrat i përpunojnë gjatë një viti? Po themi nga 2011 deri në 2022, prill 2022, të gjitha fushatat, pra 3 fushata që janë kryer, 30-35.000 janë përpunuar. Dhe ne prandaj jemi në merak që nëse duam që të kemi një skemë efektive dhe t'i japim mundësi të gjithëve, gjithë shqiptarëve të paktën banesave duhet të jetë më gjatë. Se këtu nuk kemi marrë parasysh interesin që do të ketë entitete tregtare, pra personat juridik për të rivlerësuar asetet e tyre, që i mbivendoset interesit të qytetarë. Pra ne mendojmë që është e vështirë. Le t'i japim më shumë kohë ASHK-s që të përpunojë dhe më shumë kohë qytetarëve që kemi të paguajnë. Çfarë sinjalesh keni ju nga tregu? Sa interes ka për këtë proces, Reinaldo? Është një vit e gjysmë që është duke u pritur si proces. Jemi kënaqur që të paktën pas një viti e gjysmë rivlerësimi e gjeti rrugën e vet brenda Ministrisë Financave dhe tashmë është në parlament, kështu që interesi është i lartë, sepse ne vetë e kemi përjetuar dhe kemi treguar që për një vit e gjysmë tregu ka pasur ngadalësimet e veta dhe ngërçet për shkak të mungesës së rivlerësimit. Me 15% shumica nuk janë gati ta tregtojnë pasurinë e paluajshme që ata kanë dhe me 15% ka sjellë vetëm ngërç, por edhe informalitet në fund ditës. Ku e bazoni këtë shifër kur thoni që janë afro 500.000 banesa që mund të kenë interes për të rivlerësuar? Janë rreth 750.000 ndërtesa të banuara, po themi sipas censit. Sikur të supozojmë, të paktën nga statistikat që ne kemi nga ASHK dhe nga Ministria e Financave, sikur të supozojmë që çdo gjë që është rivlerësuar tashmë një herë nuk do të futet përsëri në rivlerësim, po themi janë 250.000, statistikat tregojnë që 250.000 prona janë rivlerësuar gjatë 2011-s, 2016-17, në fushatat më përpara. Kështu që 500.000 tjetër nuk është rivlerësuar asnjëherë. Është potencial i mundshëm. Është potencial, duke marrë në konsiderat që 90% e 500.000 janë apartamente, janë ndërtesa të ndërtuar, apartamente të ndërtuar para 2016-s. Rreth 50.000 janë të 10 viteve të fundit, 2016 edhe në vijim. Rreth 450.000, sidomos për shkak të dinamikës që ka pasur tregu, 450.000 janë potencial patjetër për rivlerësim. Një tjetër pikë në fakt të cilën ju e keni kundërshtuar, apo si kundër e përmend edhe pak më parë, po negocioni është edhe norma e tatimit. Ne e dim shumë mirë që një normë tatimi 15% që kemi në fuqi ka krijuar ngërçe dhe nuk krijon, le të themi, elasticitet në treg për shitblerjen e pasurive të patundshme. Norma 5% që ka propozuar qeveria për rivlerësimin. Sa e favorizon këtë proces? Norma 5% i vendos në të njëjtin kandar dhe individin dhe entitetet tregtare. Pra, ai që do të rivlerësoj banesën dhe ai që do të rivlerësoj biznesin do paguajnë njësoj? Ja, njësoj. Që në fakt duhet të ketë një diferencim? Më gjeni një vend në botën e zhvilluar, një vend në Evropën perëndimore, një në Amerikë kur shtresa e mesme, kur ai që ka përstrehim pronën e vet si banesë parsorë, përstrehim trajtohet njësoj si një entitet tregtar. Asgjë kundi. Dhe për ne kjo është totalisht e pa konceptueshme si mundet një qytetar ti ta trajtosh njësoj si një entitet tregtar që në fund ditës do rivlerësoj asetet e veta që i ka përsëri për arsye biznesi, ndërkohë që ky qytetar e ka për banesë parsorë, për strehim, për rritjen e familjes vet. Kështu që nuk mund të jenë
Kurse si, në të njëjtën kohë, vetë ligji për pasojë financiare e ka favorizuar entitetin tregtar duke i dhënë mundësi që këtë 5% që është duke paguar për rivlerësimin e aseteve veta, ta ketë si shpenzim të zbritshëm më pas në tatimin para taksave dhe po them tatim mbi fitimin para taksave dhe pas taksave. Pra ka një mundësi amortizimi të këtij shpenzimi. Ndërkohë që qytetari i thjesht, familjari i thjesht, stresa e mesme s'ka kuçon as gjikundi atë 5%, thjesht do duhet ta ketë të ngarkuar me të gjithë barën e taksave, gjithë shpenzimet që ka për jetën e përditshme në Shqipëri, sepse nëse sot hym në diva, në formatin për deklarimin e të ardhurave vjetore, po, nuk e ke shpenzim të zbritshëm. Pra këtë nuk e siç nuk e shumë shpenzime të jetë të zbrisme që duhet të kishim tek diva që të kishim incentiva për të deklaruar më tepër, për të formalizuar më tepër si ekonomi. Në të njëjtën kohë, edhe pretendimi që nxjerr Ministria e Financave që ka një normë amortizimi 1% çdo vit për objektet nuk funksionon. Nuk funksionon, nuk është e vërtetë, sepse kjo normë amortizimi 1% çdo vit për objektet sipas vjetërsisë së tyre është vetëm për ato raste kur vlera e pronës nuk arrin vlerën e çmimit të referencës. Ndërkohë që vetë çmimet e referencave sot nuk janë në përputhje me tregun, janë mesatarisht 20 deri në 30% jashtë realitetit të tregut. Kështu që ti në shumicën e raste nuk ke nevojë ta përdorësh të 1%, ndërkohë kur ti do ta çosh pronën tënde në vlerën reale të tregut dhe ta tregtosh në mënyrë të drejtë, të pastër, pa informalitet sipas vlerës së tregut. Po, jo vetëm fakti që krijon një lloj pabarazie, pra kjo normë tatimore për bizneset po do të krijojë edhe një ngërç, sepse qytetarët nuk janë gati të paguajnë për atë që e konsiderojnë të padrejtë. Po, por përpos kësaj, a mund të themi që një normë tatimore 3% nxit edhe më shumë këtë proces? Patjetër që norma tatimore 3% është treguar që ka funksionuar në të shkuarën. Dhe ne nisemi jo vetëm nga çfarë kemi parë në të shkuarën, por edhe nga kontaktet e përditshme dhe dim shumë mirë që ai që do ta rivlerësojë pasurinë me 3% do ta mendoj disa herë kur është 5% dhe do të kontraktoj tregun siç e ka kontraktuar. Pra, në vend që të hapim tregun, të ofrojmë mundësi për të gjithë qytetarët që të rivlerësojnë pronën, ne jemi duke shkaktuar një kontraktime me 5%, që në vend që të marrim sa më shumë të dhëna nga dinamikat reale të tregut, jemi duke e kontraktuar tregun. Në vend që të sillemi si një vend pjesë e Bashkimit Evropian, që mundësisht në gjitha rastet që ne kemi studiuar e përjashton tatimin mbi fitimin kapital për prona me 2 apo 3 vite më tepër pronësi, ne jemi duke i vendosur një barë duke thënë jo, ti do tatohet 5%. Pra nëse vemi në BE, në një moment që ke 2-3 vite pronësi dhe ti ke banuar këtë pronë, pra duke dekurajuar spekulimin dhe duke inkurajuar pronësinë afatgjate, ti e përjashtuar fare nga tatimi mbi fitimin kapital. Nuk diskutohet 15%, nuk diskutohet 5%, por je i përjashtuar fare. Reinaldo, çfarë prisni ju si treg nga janari në vazhdim? Ne presim që tregu të rifitojë tempin e vet, presim që të ketë alternativa ekonomike për qytetarët e Shqipërisë, sidomos për ata të cilët janë të subvencionuar me kredite buta, sidomos për ata të cilët janë duke kërkuar shtëpinë e tyre të parë në një vlerë ekonomike, në një vlerë të përballueshme. Kur thoni të kapi tregu tempin e vet, çfarë do të thotë? Po ka një ngadalësim. Çfarë ka ndodhur? Si mund ta përkufizojmë 2025-ën meqense vetëm një muaj na ndan nga mbyllja? 2024 dhe 2025 janë shumë të ngjashme. Pse? Sepse në të dy rastet kemi pasur lajme për përfitime nga taksat të ulura dhe janë ngadalësuar. Këtë kanë treguar dhe statistikat sipas Drejtorisë Përgjithshme të Tatimeve. Nëse ne shikojmë të gjithë fitimin kapital, taksat të mbledhura nga fitimi kapital, 98% ka ardhur nga biznesi i madh dhe 2% ka ardhur nga rishitje. Kështu që nuk është studi, e kuptojmë që pjesa që është duke funksionuar aktualisht janë zbardhja e kontratave të porosive nga ndërtuese, që janë kontratat porosive të bëra më herë, dhe pjesa e rishitjes ka pasur ngadalësimet e veta. Në fakt, në fillim kur u propozua nisma e rivlerësimit, duke sikur ishte më gjithëpërfshirëse dhe parashikonte edhe pronat që ishin në proces legalizimi për të rivlerësuar. Në fakt, në variantin final të miratuar në parim, gjithmonë, duket sikur, jo duket, por është hequr kjo. Është për të ardhur keq që pasi kemi pasur seancën e konsultimit publik me Ministrinë e Financave, gjejmë në kuvend, pa dalë në konsultim publik, në platformën e kuvendit, gjejmë që drafti që është i miratuar tashmë parim, unë nuk mendoj që është final, sepse ka një gjë, kuvendi do të luajë rolin e vet, Komisioni i Ekonomisë dhe Financave do të luajë rolin e vet. Finali dal nga qeveria. Finali dal nga Ministria e Financave, jemi akoma në kohë për ta përmirësuar. Është hequr neni 3 që kishte të bënte me pronat në proces legalizimi ose pronat të cilat e kishin marrë vendimin e legalizimit, pra që pranohen të legalizohen. Dhe sot fatmirësisht legalizimin dhe ASHK-n i kemi, po themi, edhe pjesën tjetër
kadastrës, e kemi 1. Kështu që nuk e kuptojmë pse është hequr, ndërkohë që patjetër që shkakton tkurrje të ofertës dhe shkakton dëm për të gjithë pjesën makro dhe dëm për gjithë sistemin e mbledhjes taksave, sepse normalisht është në interes të qeverisë që të ketë vlerën reale të pronave që ka marrë vendim të legalizojë dhe më pas të mbledhë taksat. Normalisht është në interes të gjithë qytetarëve që pronat që kanë me vendim legalizimi ti vlerësojnë, ti regjistrojnë dhe dim që procesi regjistrimi merr kohë, ti rivlerësojnë, ti japin vlerën e tregut që kur të dalit certifikata dhe kartela për herë të parë, të ketë vlerën reale e tregut dhe të jetë sa më likuide. Likuide do thotë të dalin sa më kollaj në treg, të bëhet sa më shitshme. Sa më kollaj del prona në treg, sa më e shitshme është, më mirë është për të gjithë, për ekonominë, për qytetarin, për pronarin që do të qarkulloj fondet dhe të bëjë një investim, por edhe për qytetarin që është duke kërkuar një alternativë ekonomike. Sa më shumë prona në treg, më mirë është për të gjithë sepse ka konkurrencë. Se si do t'jetë qasja e kuvendit do mbetet për t'u parë deri në seancën e fundit kur të miratohet nën për ne nëse do merren konsiderat propozimet tuaja. Vitin që vjen është parashikuar që do të aplikohen çmimet e reja të referencës për në qytetet e tjera përveç Tiranës që tashmë i ka, së bashku edhe me metodologjinë e re të përcaktuar për taksën e pasurisë, të paktën kështu është premtuar nga qeveria, por kemi një ndryshim të këtij zbatimit të këtij ligji është shtyr taksa e pasurisë deri në vitin 2028. Në fakt, si ta kuptojmë këtë dhe çfarë efekti presim nga shtyrja e kësaj takse për 2-3 vite më tej? Një gjë është e sigurt që në 2026 do të ketë proces të rivlerësimit, do të ketë çmime të reja reference. Kur bëhet fjalë për taksimin mbi pasurinë e paluajshme, i cili është një mjet për të nxitur daljen në treg të pronave të cilat janë të nënpërdorura ose të papërdorura, kjo është shtyr për 2028. Do të ishte udhës, në vlerësimin tim do të ishte udhës që procesi i rivlerësimit me çmimet e reja të referencës, bas me taksën mbi pasuritë e paluajshme të ishin në të njëjtën kohë që të jepnin sa më shumë nxitje inkurajim që pronat të cilat janë të papërdorura të dalin në treg dhe kjo do të krijonte më shumë alternativë. Nuk e di pse është shtyr deri në 2028, besoj që një nga arsyet, jam duke aluduar, një nga arsyet është për shkak të strategjisë afatmesme të ardhur 2024-2027, ku qeveria është angazhuar që nuk do të ketë ndryshime rrënjësore fiskale. Reinaldo, përmend faktin që kemi banesa apo objekte të papërdorura. Keni ndonjë informacion sa objekte të tilla mund të jenë bosh që nuk dalin në shitje, mund të jenë apartamente apo banesa shqiptarësh që kanë emigruar, që i mbajnë shtëpitë e mbyllura? Po janë të dhëna sipas Instatit, në sensin e 2023 kanë nxjerrë diku tek 350.000, në vlerësimin ton janë shumë pak, duhet të jenë diku tek 250-256.000, duke marrë parasysh që rreth 100.000 prona mund të jenë prona të braktisura, kjo duke cross-checkuar, duke kryqëzuar të dhëna që vijnë edhe nga OSHE-ja. Pra rreth 100.000 kontrata janë kontrata jo aktive, pra jo të pezulluara përkohësisht, po jo aktive, që kanë prona të abandonuara. Në gjithë Shqipërinë, sipas censit që nuk dalin në treg, pra. Po jo mund të jenë shtëpi të vjetra diku në fshat që janë të rënuara totalisht dhe nuk banon kush, pra te kjo 100.000. Ndërkohë që 256.000 mund të jenë në të gjithë Shqipërinë, ka një mungesë qartësie nga Instati sepse ka dhënë këtë shifër, por nuk i kanë ndarë pak siç janë në përreth dhe nuk i kanë ndarë ku janë të përqendruara, janë shtëpi pushimi apo janë banesa parsorë dhe nuk i kanë ndarë dhe me nivelin e pronësisë. Pra duam të marrim të dhënat e Instatit, bas ma shikojmë duhem përpunuar për të parë ku janë të përqendruara dhe si mund të nxisim që dalin treg. Flasim pak për sa i përket çmimeve që është edhe pjesa më e ndjeshme e tregut. Në 2026-ën, për shkak edhe të rivlerësimit, çfarë presim nga aspekti i çmimeve në treg të pronave? Flasim për kryeqytetin që është dhe zemra e tregut, por edhe për rrethet. Në 2026 ne presim që të kemi më pak presion për rritjen e çmimeve, sidomos në Tiranë që pak a shumë po arrin maturitetin e vet, maturimin e vet. Për Bregdetin presim që të ketë një interes akoma më të shtuar sepse shikojmë një interes jashtë Shqipërisë. Sapo jemi kthyer nga një udhtim 2 javor në Amerikë dhe presim një grup që të vijë gjatë 13 muajit të parë të 2026 për të parë mundësitë e investimit në Shqipëri. Kështu që Bregdeti do të ketë performancën e vet, sidomos pjesa e komplekseve të reja që janë duke ofruar një produkt pak më elitar në Bregdet. Ka shumë rëndësi mënyra se si do të implementohet procesi i rivlerësimit. Sepse kemi folur për banesat, kemi folur për pronat në legalizim, ne kemi sugjeruar dhe kontratat e porosive që cilat janë të regjistruar tashmë në ASHK. S'kan bërë kryer shitjen finale. Që nuk kanë bërë regjistrimin final. Pra po themi
nuk është zbardhur kontrata e shitjes përfundimtare, po janë ASHK. Nëse përfshin të gjitha këto produkte do dalin në treg, ose gjatë 2026 ose pak më vonë në fund 2026, me një çmim i cili nuk është i ngarkuar me taksa ekstra. Me barën e taksës. Me barën e taksave. Duke dalë në treg me një çmim të mirë dhe pa barën e taksave, do të kemi alternativa për të gjithë për ata të cilët duan të kryejnë investimin e tyre. Prandaj dhe them që duhet të jetë gjithëpërfshirë procesi i rivlerësimit, do të shikohet shumë se si do implementojë procesi i rivlerësimit për të ndihmuar uljen e presionit për rritjen e çmimeve të mëtejshme në gjithë vendin. Thënë këtë me analizë që ti bëre në vitin e ardhshëm apo në 2 vitet e më passhme, a mund të themi ne se blerja e një banese për ata që e kanë shtëpi të parë do të jetë pak më e lehtësuar, me një çmim pak më të relaksuar siç kemi pasur këto vitet e fundit? Mund ta japim të mesazh, mund ta themi këtë gjë? Ne besojmë që për shkak të barës fiskale në 2026 është momenti i duhur për të investuar, për të blerë sidomos banesën e parë. Nëse do të arrijmë në një dakordsi me qeverinë që të përveshim mangët dhe të hyjmë ribërjes së skemës së tatimeve dhe takseve për pasurinë, mendoj që do të jetë një gjë shumë e mirë që do ndodhi në 2027 dhe në vijim. Por kushdo që ka vendosur të investojë dhe ka mundësi financiare, 2026 do gjejë shumë alternativa se ka gjetën në të shkuarën. Le të shpresojmë, Reinaldo. Shpresojmë. Falenderoj për këtë intervistë. Kënaqësi të isha me ju.